Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad, wa ala ahlihi tayyibin tahirin, wa sahbihi al-muntajabin, wa ala jami'i al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falenderimet me të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanehu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame, përshëndetjen e paqes, përshëndetjen e banorëve të xhenetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do të flasim rreth temës muaji i begati Ramazanit është thirrje për zgjimin e shpirtrave tanë. Shumë pak orë na ndajnë nga fillimi i muajit me të begat, muajit të Ramazanit. Ky është muaj madhështor, është muaji i Allahut, muaji i mikpritjes hynore, e cila është një mikpritje shumë bujare për të gjithë besimtarët dhe besimtarët muslimane, e bekuar dhe dalluar në llojin e saj. Ne presim të na vijë muaji bujar i mbushur me mëshirë, falje, mirësi dhe shpëtim nga zjarri i xhehenemit. Ky muaj është i mbuluar nga drita e Allahut dhe i mbushur plot me spiritualitet. Është muaji i lumturisë për të gjithë besimtarët, të cilët agjërojnë ditët dhe adhurojnë netët e këtij muaji kaq të begat. Prandaj, cili do ai që ja di vlerën këtij muaji të begat dhe dëshiron të përjetojë gjendje shpirtërore të lartë, duhet të jetë shembull në agjërimin dhe adhurimin e tij në këtë muaj. Duhet të jetë prej atyre që fitojnë mirësi të shumta në muajin e begat të Ramazanit. Të jetë prej atyre që e përfshin mëshira e Zotit të gjithësisë. Të jetë prej atyre që fitojnë kënaqësinë e Allahut. Duhet të përgatitet që ta pres ardhjen e këtij muaji të begat, ashtu siç e meriton ai të pritet. Të jetë i përgatitur plotësisht shpirtërisht për muajin më të shumë pritur për të gjithë besimtarët. Por si ta presim muajin e Ramazanit? Përgatitja për të pritur muajin e Ramazanit duhet të mos jetë e përqendruar te grumbullimi i ushqimeve dhe i pijeve, duke i vendosur i depozituar ato në shtëpi. Të mos jetë kjo pritje ose përgatitje si gjendja e atij që i friksohet urisë, etjes apo thatësirës, apo të mendojë që në muajin e Ramazanit do të bëj art në gatimin e ushqimeve të shijshme. Të presësh ardhjen e muajit të Ramazanit të nderuar dëgjues dhe shikues, nuk do të thotë të blesh ushqime të shumta dhe të shpërdorosh ato pa mas e më pas të hidhen në meturina. Veçanërisht në këtë kohë në të cilën shumë njerëz po vuajnë dhe po kalojnë situata shumë të vështira për të gjetur kafshatën e gojës, siç po ndodh edhe shumë në vendet të botës. Qëllimi me pritjen e ardhjes së muajit të begat të Ramazanit nuk është që ne të grumbullojmë siç thatë ushqimin, të ngrënit, të pjerit e shumë të tjera, por qëllimi kryesor i ardhjes së muajit të Ramazanit është që ne të jemi të përgatitur shpirtërisht, që ne të përgatisim veten tonë që të adhurojmë Allahun ashtu siç duhet, ta nisim në këtë muaj, të vazhdojmë edhe në muajt në vazhdim. Të kemi një besim dhe bindje të plot në atë çfarë neve besojmë. Pritja jonë të jetë me përputhje me qëllimin e muajit të begat të Ramazanit, që është edukimi i lartë i shpirtit dhe arritja në majën e devotshmërisë e të përkushtimit. Për të vjel fryte sa më të shumta, duhet që përgatitja për pritjen e muajit të Ramazanit të fillojë para se të vijë ky muaj i begat, pra disa muaj më përpara. Kjo është njësoj se ai njeri i cili do të marrë pjesë në një garë apo një konkurs të rëndësishëm dhe synon të fitojë çmimin e madh. Dhe për këtë, ai duhet të jetë i përgatitur dhe ushtrimet t'i ushtroj kohë më përpara që të jetë pra i gatshëm në momentin që i fillon gara ose konkursi atij personit. Pra ai i cili synon që të fitojë çmimin e madh në muajin e begat të Ramazanit, siç është bindja, besimi, devotshmëria dhe përkushtimi i lartë dhe kënaqësia e Zotit të gjithësisë tek robi besimtar, atëherë njeriu duhet të përgatisë shpirtin e tij, zemrën e tij dhe të gjithë qendjen e tij që të jetë i përkushtuar në adhurim dhe i përkushtuar në fjalën dhe urdhrat e Zotit të gjithësisë në këtë muaj kaq të begat. Transmetohet nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam se kur shikonte hënën e muajit Rajab, thoshte: O Allah,
na bekon neve në Rexhep dhe në Shaban dhe na bëj të arrim Ramazanin. Na ndihmon në agjërimin e tij, në faljen e namazeve në të dhe në ruajtjen e gjuhës të këtë muaj. Mos na bëj urin dhe etjen pjesë tonë prej tij. Po të thellohemi në këtë thënie të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, do të mësojmë se prej qëllimeve më të rëndësishme të muajit të Ramazanit, i cili duhet të jetë dhe qëllimi ynë për të cilin duhet të përpiqemi çdo ditë, është adhurimi i sinqert, kundërshtimi i egos dhe shtypja e saj nëpërmjet ruajtjes së gjuhës dhe uljes së shikimit. Nëse ne nuk e bëjmë këtë, atëherë në muajin e Ramazanit nuk do të marrim veç sa urinë dhe etjen dhe nuk do të arrijmë në qëllimin kryesor që Allahu ka caktuar në këtë muaj. Nuk ka muaj të ngjashëm të nderuar dëgjues dhe shikues me mikun më të dashur të Allahu xhaleshanuhu me muajin e Ramazanit. Ai është muaj në të cilin njeriu ngrihet me vlerat më të larta të tij drejt qiellit të Allahut dhe e njeh më së miri veten e tij në këtë muaj. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë, cili do që e llogarit veten e tij ka fituar dhe cili do që është i shkujdesur ndaj vetes së tij është i humbur. Pra në këtë muaj të nderuar dëgjues dhe shikues, shtohen të mirat dhe fshihen të këqijat. Është muaj në të cilin Allahu na ka begatuar me gjëra shumë të mëdha shpirtërore, ku Allahu na ka siguruar faljen dhe mëshirën e tij totale në këto 30 ditë. Prandaj njeriu të lutet, të përkushtohet dhe të bindet asaj të cilët ai po i beson dhe të kthehet në rrugën e drejtë, në rrugën e udhëzimit, se duke nisur nga ky muaj, njeriu mësohet dal nga dal dhe në muajt në vazhdim dhe kuptoj që ato çfarë ka bërë adhurimi në këtë muaj, do t'i bëj dobi edhe në muajt e tjera më pas. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë, më i ligu është ai që privohet nga falja e Allahut në këtë muaj të madh. Dhe na thot njëkohësisht profeti, atij që nuk i falen gjunahet në muajin e Ramazanit, vallë, në cilin muaj pret ai që t'i falen? Po ashtu profeti thot, kur robi ulet në vetmi me Zotin e tij në mesin e natës së errët dhe i lutet atij, pra Allahut me përkushtim dhe me bindje, Allahu ja forcon dritën në zemrën e besimtarit dhe të besimtares. Më pas Allahu i madhëruar u thot ëngjëve, pra melekëve, se: O melekët e mi, shikojeni robin tim, ai është ulur në vetmi për të folur me mua në mesin e natës së errët, ndërkohë që të këqij zbaviten dhe të shkujdesurit flanë, dëshmoni se unë e kam falur ata. Një ditë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i ka thënë Xhabir ibn Abdullah el-Ansariut se: O Xhabir, ky është muaji i Ramazanit, ai që agjëron ditën e tij, çohet e falet në natën e tij, e ruan barkun e tij, nderin e tij dhe gjuhën e tij, ai do të pastrohet nga gjunahet dhe Allahu do ta nxjerrë të larg nga gjunahet nga ky muaj. Dhe Xhabiri i thot, sa hadith i bukur o i nderuar, i dërguari i Allahut, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe me familjen e tij. Dhe profeti i kthen përgjigje dhe i thot, sa të vështirë janë kushtet e tij, o Xhabir. Dhe do doja ta mbyllja emisionin e ditës së sotme ose temën e ditës së sotme me një lutje që vjen nga Imam Aliu, i biri Imam Husejnit paqja qoftë mbi të, në fillimin e muajit të Ramazanit, pra Imam Sejadi paqja qoftë mbi të, teksa thot: O Zoti im, dhuro paqe dhe bekim për Muhammedin e për familjen e tij. Na inspiro dituri për mirësinë e këtij muaji e për madhështinë e shenjtërisë së tij. Na inspiro kujdes në veprimet që ti i ke ndaluar në këtë muaj. Na ndihmo të agjërojmë në këtë muaj e të ndalojmë gjymtyrët tona nga kundërshtimi i urdhrit tënd. O Allah, na ndihmo që ne t'i përdorim gjymtyrët tona vetëm në punët me të cilat arrihet kënaqësia jote. Bëj që veshët tanë të mos dëgjojnë fjalë boshe e që sytë tanë të mos e hedhin shikimin në gjërat që nuk na interesojnë. O Allah, bëj që ne të mos e zjasim dorën në gjërat të ndaluara, që me këmbët tona të mos shkojmë në vende të ndaluara. O Allah, ruaj i barqet tona që ato të mos kenë gjë tjetër përveç se gjërave që ti ke lejuar që të t'i ham.
e gjuhët tona të mos thonë fjalë tjetër përveç shembujve që ti ka sjell. Amin o Zoti i botëve. Duke ju uruar të nderuar dëgjues dhe shikues për ditën e nesërme, agjërim të lehtë të pranuar dhe syfyre të këndshme në natën e ditës së sotme, duke ju uruar mbrojtjen dhe ndihmën e Allahut xhaleshanhu dhe duke ju uruar që sot gëzuar muajin e begatë të Ramazanit të gjithë besimtarëve musliman, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatia e Allahut qofshin mbi ju.